i keni dëgjuar kohët e fundit prezantimet për ndryshimet e reja të kodit penal. Unë e di që nuk besoj që i keni hyrë me detaje çdo neni për ta shqyrtu, dhe besoj kjo nuk do jetë edhe një nga pikat që Arian do të ketë një zë të fuqishëm në parlament. Çfarë mendon, si do jetë ndryshe Arian nga të tjerët në parlament dhe për lidhje me me ndryshimet e reja të kodit penal? Unë realisht që në seancën e parë kur më zhdon mundësia për të folë, që ka qenë seanca e tretë e kufendit, e kam kërkuar që në seancën e dytë, po që në tretë në vazhdim unë kam kërkuar kërkesa procedurale që kanë të bëjnë me rregulloren e kufendit dhe mënyrën si u miratoja. Pra njerëzit mund të thonë kush është ky që kërkon rregullore. Unë me kërkesë procedurale kam bërë të mundur që gjithë ajo zhurmë që bëhet në parlament, për çdo që është jurist kuptohet që është konstituuar parlamenti, Kuvendi i Shqipërisë, sesioni 11, legislatura 11, është zgjedhur kryetari i kuvendit, dhe ndërkohë që duhet kishte një grup nga Këshilli për rregulloren mandatet, i cili duhet merrte në shqyrtim propozimet për ndryshime rregullores, ky këshill akoma nuk ishte formuar dhe kalohet për votim propozime që nuk dihet kush i ka bë, administrata e kuvendit. Ju mjafton shikoni se si e drejton zoti Pelleshi seancën. Është një zonjë aty nga administrata e kuvendit që e orienton për çdo vendimer marrje që ai bën. Po në fakt, që aty është kel kushtetuta, që thotë nëse nuk janë përputhje me kushtetutën dhe rregulloren, nuk sjellën pasojë vendimet e kuvendit. Aty u miratu dhe programi qeverisë, fillimisht rregullorja e kuvendit, pastaj programi qeverisë. Kështu që projekti i qeverisë apo shumë projekt ligje të tjera që do vinë, nga ana ime do gjenë vetëm oponencë teknike. Pra nuk ka ngarkesa politike për të thonë ky aja për të kaluar debate personale për të fituar kohë apo për të fituar vëmendjen e publikut apo menave apo kronikave televizive. Unë do flas teknikisht. Edhe dje në Komisioni Ligj u kam kërkuar gjithë kolegëve që për shkak se jemi komisioni më i rëndësishëm dhe kuvendi detyrë parësore ka ligjbërje, ndryshimin e ligjeve, nisma ligjvendëse të tjera me radhë, ne duhet ngrihemi në nivelin që na takon. Të ftojmë dhe juristë tjerë që janë pjesë e parlamentit, vinë bëhen pjesë atij debat ku ne dëgjojmë njëri tjetrin se është mundësia objektivisht më e lartë për shkak se jemi më pak njerëz. Dhe mos bëjmë shkelje që ndodhin atje në sallën e madhe, ku gjithë ata e pranojnë vetë se ato që them unë janë të vërteta. Pra, ndoshta për publikun e gjerë nuk kuptohet kërkesa ime, po unë me kërkesë thash që rregulloria është ndryshuar gabim, gjitha mbledhjet që vijnë për shkak se rregullore gabim duhet të jenë të pavlefshme dhe duhet përsëritet. Pra ata që thonë përsëritet debati, mocioni me debat për programin qeverisës, bien poshtë vetëm momentin që zoti Pelleshi e pranoi kërkesën time, tha po duhet vijnë dispozicion rregullore. Kupton? Pra unë flas teknikisht, mund të jetë pak e pakuptueshme. Po si puna e tij neni 40 paragrafi 2 për kodin penal. Për kodin penal sigurisht e kam detyrim ligjor si antar i Komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike që të jap mendimin tim. Do ftoj gjyqtar, prokuror, avokat, njerëz që e ushtrojnë praktik profesionin për të dhënë mendimin e tyre. Në parim, po të them vetëm dy gjëra. Kur lind nevoja për të ndryshuar një ligj, sigurisht ka një raport shoqërues se pse duhet ndodhe kjo gjë. E dyta, duke qenë se është një ligj i cili miratohet me shumicë cilësuar, po që ka dhe i efekt që se kanë asnjë nga ligjet e tjera. Të ngarkon me përgjegjësi penale duke thënë prezumimin e njohjes ligjit, ka prezumimin në vetvete, është ligj shumë i rëndësishëm. E dyta, ka dhe i problem tjetër që ne në Shqipëri, me atë sloganin që duam të integrohemi në Europë, kemi marrë aq shumë nisma ligjvendëse sa që kalendari i punimeve të kuvendit është te ngarkuar. Çdo 2 vjet, çdo 3 vjet kemi masakrim dhe ndryshim të kodit, që bien ndesh në njëra dhe në tjetrën. Po, është i tejkaluar, domethënë si debat kjo që ne po marrim copza nga i vendi i Bashkimit Evropian. Për shembull, kodin e procedurës penale ne kemi marrë tërësisht nga sistemi italian, bashkë me institutet përkatëse, ndërkohë që kodin penal, kodin e drejtësisë penale për të mjedhur e marrim nga sistemi suedez, që i përket vendeve të ulta, që kanë një shkallë zhvillimi social krejt ndryshëm me Europën, jo më me ne si shtet. Një pjesën tjetër të kodit e kemi me nuanca sa një shtet tjetër. Pra, a mundemi të marrim një për referencë një vend dhe zhvilluar Bashkimit Evropian? E dyta, ky vend i zhvilluar i Bashkimit Evropian, a ka një përputhshmëri, një përjartje me po themi përputhshmëri me zakone, tradita dhe zhvillimin social të vendit tonë, apo shumë i emancipuar, shumë i zhvilluar. Pra, i paraprim
rregullon, udhëheq, normon apo kufizon sjelljet e shtetatëve shqiptar në raport me zhvillimin social. Pra po e marr në thel problem, pa hyrë në detaje nene konkrete, të cilat po ti shohësh lënë për dëshuar. Për shembull është një debat shumë i madh që do ndodhë tani në shoqërinë shqiptare, ka filluar tashmë, është për barazinë gjinore, edhe dispozitat e kodit penal që janë fut, pra janë në unison, janë në vimësi, të cilat lejohen për ndërhyrje trupore me vullnetin e personave, po një ndër ndërhyrjet trupore nuk është eutanazia. Pra shkaktimi i vdekjes me vullnetin e familjarëve për një person. Ka shumë gjëra të cilat nuk shkojnë realisht, por uroj që në ditët vazhdim si juve apo dhe kolegë tjerë brenda parlamentit të bëni ato krehjet e mirë të këtij, që mos të bëhet një ndryshim të kodit penal sa herë vjen një qeveri e re apo ndryshohet në pushtet një ministër i drejtësisë për të bërë diçka ndryshe. Kështu që uroj në ditët vazhdim që do keni efektin e duhur brenda parlamentit bashkë me kolegët e tjerë që mundon që të specifikohen disa detaje që mos të përsëriten gabimet e cilat janë bërë ndër vite në fakt në kodin penal. Unë mendoj që kontributi i opozitës në këtë rast është fjala, aksioma biblike. Pra, e para ishte fjala, ne t'japim mendimin ton, po profesional. Pra, e kam thënë dhe një emision tjetër, mu nuk do më shoh njëri duke godit tavolinën, duke bo zhurmë, unë i lër njerëzit flasin dhe t'jap mendimin tim. Pra, opozita nuk i ka numrat për ta kundërshtu një iniciativë, ndoshta më thojza edhe të çmendur të opozitës për të kaluar projekt ligj apo grup ligjesh caktuara, por e vërteta është që qytetarët, por dhe profesionistët, cilët na ngarkojnë më me shumë përgjegjësi, të kuptojnë që debati që bëhet për një çështje të caktuar është debat profesional, pa ngarkesa subjektive dhe pa interesa ose përfaqësim grupi interesash të klasave sociale apo lobime të caktuara. Kështu këtë e premtoj se ti më njeh personalisht dhe e di që unë te kjo pjesë nuk bëj pas. Probleme mazhoranca me ju, po do ta shohim në vazhdimsi se për procedurën. Për shembull, një nën që ja vlen diskutohet. Pra, tham prezumimin e njohjes ligjit për kodin penal, që është i ndryshëm nga të gjithë ligjet e tjera, pra të ngarkon me përgjithësi, s'ka edhe pse se di ligjin, prezumohet se e di ligjin. Ndërkohë që ka dhe fuqinë pravepruese. Pra, nëse bëhet një ndryshim te neni 248, ai që quhet në thojza thesti i madh i shpërdorimit që kryhet nga zyrtarët shtetëror. Nëse bëhet një ndërhyrje e tillë, i bie që edhe për këta zyrtarë që kryejnë vepra penale sot, do jenë gjykim nesër, zbatohet ligji penal me fuqi pravepruese, ai që është më favorizuesi. Kështu që po themi për zyrtarët, atë që kanë ndjeshmëri më të madhe publiku për të shpëtuar përgjegjësisë penale, duhet pa mirë neni 248, sepse aty bëhet një artific që kalon me këto ndryshimin e organeve gjenitale, transgjinorat. Flitet në emër të eutanazisë, pra merren me banalitet dhe me ngjarje që kanë të bëjnë me ngjarje rastësore, incidentale, ndërkohë që thelbi janë disa gjëra tjera që kanë të bëjnë me afatin e parashkrimit, lirimin e personave, të cilët kanë kryer shumë vepra penale me kushte të tjera me radhë. Unë kam dëgjuar disa kolegë tu juristë ndëror të cilët kanë dhënë kundërshtimet e tyre publike, po uroj që në parlament kjo gjë të zgjidhet në fakt, që mos të lihet vetëm te një dorë një personi për të bërë gjithë këto ndryshime.